Programi i Industrisë Evropiane të Mbrojtjes për 1.5 miliard euro duhet të financojë vetëm produkte që përfshin të paktën 70% të komponentëve të prodhuara brenda Bashkimit Evropian ose vendeve të asociuara si Ukraina dhe Norvegjia, njoftuan komisionet parlamentare të industrisë dhe mbrojtjes. Qëndrimi i Parlamentit Evropian u miratua me 70 vota pro, 46 kundër dhe 8 abstenime pas një përpjekje të pasuksesshme nga disa eurodeputet për të shtyrë votimin në qershor me qëllim rinegocimin e raportit 70-30. Është koha të japim fund varësisë son nga faktorët e jashtëm. Një Europë sovrane është një Europë më e fortë dhe më sigurt dhe ky votim është një hap i qartë në atë drejtim, tha një nga eurodeputetët kryesor që ndoqë çështjen. Komisioni Evropian fillimisht propozoi një raport prej 65% në mars 2024 me qëllim ofrimin e mbështetjes afatgjatë për industrinë e mbrojtjes së bllokut, duke inkurajuar më shumë blerje europiane dhe rritur prodhimin dhe zvogëluar fragmentimin. Një shumicë e madhe e eurodeputetëve mbështeten masën për të zvogëluar varësitë e mëdha të Bashkimit Evropian në sektorin e mbrojtjes. Nga shkurti 2022 deri në qershor 2023, 78% e blerjeve europiane të mbrojtjes e kishin origjinën jashtë Bashkimit Evropian. Sipas një studimi nga shërbimi kërkimor i Parlamentit Evropian, rritja e bashkëpunimit mund të kursente midis 24.5 miliard dhe 75.5 miliard euro në vit. Eurodeputetët gjithashtu kërkuan fonde më të mëdha për programin dhe rënë dakord të forcojnë bashkëpunimin dhe prokurimin me industrinë e mbrojtjes ukrainase. Qëndrimi i Parlamentit duhet të miratohet gjatë seancës së ardhshme në Strasburg e planifikuar në datat 5 deri në 8 maj, ndërkohë Këshilli që përfaqëson shtetet anëtare duhet të miratojë ende qëndrimin e tij përpara se të fillojnë negociatat mbi tekstin përfundimtar, pasi mosmarrëveshjet vazhdojnë mbi kriteret e pranueshmërisë. Që programi i industrisë së mbrojtjes të përmbushë ambicien e tij, shtetet anëtare duhet të ndjekin thirrjen e Parlamentit Evropian dhe të sigurojnë fonde shtesë, argumentoi një eurodeputet.